Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim një super recetë të shijshme dhe verore, patlıxhan të mbushur. Na duhet një qep e madhe e grirë, të cilën do ta skuqim dhe më pas patlıxhanet i kemi ndarë në mes, i kemi prerë pak, i kemi kriposur, pak vaj dhe i fusim në furrë. Unë kam përdorur 4 patlıxhan. Këtu kemi një spec të madh, të cilin e kam prerë në kubik të vegjël dhe do t'ia shtojmë qepës që do t'i skuqim bashk. Këtu pra si që shikojmë patlıxhanët janë në furrë duke u pjekur. Më pas do të marrim 4 kokra domate mesatare ose të mëdhaja, si t'i keni nuk ka problem sepse domatet japin shijen të gjithë mbushjes. Do t'i presim imët dhe ato në kubik të vegjël dhe do t'i shtojmë në tigan duke i skuqur të gjitha bashk. Patlıxhanet do t'i shtypim në këtë mënyrë, siç e shikoni në video, në mënyrë që të krijojmë pak vend dhe për mbushjen, por edhe të pishet akoma më mirë, ajo sepse mua më pëlqen shumë që patlıxhani të pishet, pra mos të bëj atë zhurmë që të jetë si i papjekur në fund. I kam shtuar një gotë me oriz, normalisht i lar. Gota mban 250 gram për të gjithë mbushjen dhe normalisht do t'i shtojmë ujin. I shtojmë pak më shumë se sa do orizi, sepse do të ziejë gjithë masa. I kam shtuar 3 gota ose mund t'i shtoni 3 gota e gjys, pra si t'i shikoni, dhe do t'a lëmë që të ziejë në temperaturë të ulët. I shtojmë erëzat sipas dëshirës. Unë kam vendosur t'i shtoj veget, rigon, por ju mund të zgjidhni erëzat që preferoni ju. Rregulloni shijen edhe për krip, duke qenë se vegeta ka krip, duhet patjetër që ta kontrolloni në mënyrë që mos dalë e tepërt. Tani kemi nxjerr patlıxhanët nga furra dhe do të vazhdojmë me mbushjen. Tepsia, siç e shikoni, nuk është pis, por është kripa që është hedhur patlıxhanëve dhe është gjatë pjekjes është krijuar ashtu si e bardhë. Siç e shikoni dhe përgatitja, mbushja pra është gati dhe tani do të vazhdojmë normalisht mbushim patlıxhanët. Besoj se është një proces që nuk është diçka e vështirë, sepse mamat tona, gjyshet e kanë pas bërë shpesh këtë recetë dhe nuk është se kemi parë dhe më parë. Por kjo është mënyra se si e përgatis unë, ose një nga mënyrat më saktë, sepse mund të përgatisim dhe me mish të grirë ose me perime të tjera, ka mënyra nga më të ndryshmet. Unë sot kisha zgjedhur ta bëja kështu. Pasi i kemi mbushur të gjitha, vendosim sërish në furrë për pak minuta, diku tek 10 minuta, dhe lart do t'i shtojmë rreth një lugë djathë të grirë, mozzarella, çfarë të keni ju dëshirë, pra çfarë të preferoni, ose dhe çfarë të keni për momentin në shtëpi. Do t'i lëmë dhe shumë pak, sa djathit të shkri, 2-3 minuta, sepse gjithë përgatitja është gati dhe shikojnë rezultatin në fund. Është shumë e shijshme, mua më pëlqen shumë kur patlıxhani është i pjekur, siç e thash, dhe bëhet i gjithë një trup, pra nuk kuptohet ku është patlıxhani, nuk ngelet ashtu i fortë që mezi ka fshohet. Dhe siç e shikoni pritet shumë kollaj, është i gjithë i pjekur dhe të shkrihet në gojë. Nëse ju pëlqeu si recetë, mos harroni të më bëni një like që dhe unë ta kuptoj nëse ju ka pëlqyer apo jo, dhe më bëni subscribe sepse videot dhe recetat tjera na presin vazhdim. Ju përshëndes dhe kalofshit sa më bukur.